Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në faqen Bota e Shoferit. Çfarë kam vendosur të ndaj me ju dhe të hedh në interesin tuaj? Janë informacione që i përkasin të gjithë atyre shoferëve që jetojnë dhe punojnë në shtetin italian, përsa i përket një huqi të keq që ka policia rrugore në shtetin italian. Çfarë ndodh në shtetin italian përsa i përket transportit të mallrave dhe të personave, kur një shofer që është duke bërë të transport me një mjet industrial, ndalohet për një kontroll nga organet e kontrollit, në këtë rast nga policia rrugore në shtetin italian. Policia rrugore në shtetin italian shpesh herë dhe shumë herë, ose gati në të gjitha rastet që ndalon një shofer për një kontroll, shkon dhe i kontrollon shpejtësinë mesatare dhe limitin dhe maksimumin e shpejtësisë. Pra që shoferi ka respektuar apo jo shpejtësinë mesatare, ose ka tejkaluar apo jo limitin e shpejtësisë, pra që i lejohet të udhëtojë në bazë të kategorisë dhe me çfarë mjeti industrial është duke udhëtuar. Edhe pse në të kaluarën shpesh herë shteti italian janë aplikuar gjoba të ndryshme duke i tërhequr vëmendjen komuniteti evropian që nuk duhet që policia rrugore e shtetit italian të aplikojë gjoba kundrejt shoferëve, qofshin shoferë që jetojnë dhe punojnë në shtetin italian, por qofshin edhe shoferë që kalojnë tranzit ose thjesht janë duke transportuar për një ditë, 2 ose 3, ose dhe një javë, për atë kohë që janë duke punuar në territorin e shtetit italian, i kanë tërhequr vëmendjen duke i kujtuar që policia rrugore e shtetit italian nuk mund të aplikojë gjoba duke kontrolluar shpejtësinë mesatare dhe tejkalimin e shpejtësisë maksimale nga takigrafi i mjetit i cili është duke kontrolluar në atë moment. Por mund të aplikohen këto gjoba në ato raste në ato raste që kjo shpejtësi mesatare matet me dispozitivët që policia rrugore ka në makinën e tyre. Dhe çfarë ka ndodhur pikërisht për sa i përket këtij argumenti në datën 15 maj të vitit 2025. Gjykata e Riminit ka hedhur poshtë gjobën që është aplikuar kundrejt një kompanie, kundrejt një shoferi që është punësuar për një kompani italiane, të cilit policia rrugore gjatë një kontrolli i ka aplikuar 2 gjoba duke kontrolluar shpejtësinë në takigrafin e këtij shoferi që ishte ndaluar në qytetin e Riminit. Janë aplikuar 2 gjoba, në qoftë se mos gaboj, se cila gjobë prej 921 euro. E qartë? Dhe kompania për të cilën punon dhe shoferi, me të drejtë e ka çuar dhe ka hedhur në gjyq, në këtë rast shtetin italian, sepse policia rrugore i përket shtetit italian, duke mos pranuar që të paguaj këto gjoba prej 921 eurosh, sepse normativa 561 e vitit 2006, çfarë parashikon? Për çfarë është instaluar takigrafi në bordin e mjeteve industriale? Është instaluar që të kontrollohet që shoferi respekton apo jo orët e udhëtimit, pushimin dhe pauzat që zhvillon gjatë ditës së tij të punës. Takigrafi nuk është një dispozitiv, nuk është instaluar në bordin e mjetit që policia rrugore ta shfrytëzojë për të kontrolluar shoferin me sa kilometra në orë ka udhëtuar dhe ka tejkaluar apo jo shpejtësinë maksimale. Këtë gjë parashikon normativa 561 e vitit 2006, këtë gjë parashikon dhe normativa 165 e vitit 2014 për sa i përket
përdorimit dhe funksionimit të takigrafit digital. Por e përsëris edhe një herë pra, shpesh herë policia rrugore në shtetin italian, edhe pse e din që kjo mënyrë të vepruari është një mënyrë ilegale, është një mënyrë që në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, me sa kam dëgjuar dhe me sa di unë, pra shoferëve nuk i aplikohen gjoba për sa i përket shpejtësisë mesatare dhe tejkalimit dhe maksimumit të limitit të shpejtësisë, por thjesht këto gjoba pra i aplikohen në ato raste që shoferi kontrollohet me dispozitivet independent pra që policia ka në autoveturat e saj. Dhe nga ky gjyq pra, që kjo kompani i ka hapur duke çuar në gjykatën e qytetit të Riminit, ku shoferi është ndaluar, gjykatësi dhe gjyqtari pra ka vendosur që kjo gjobë që është aplikuar shoferit të kësaj kompanie është një gjobë e padrejtë, sepse ka hedhur poshtë kodin rrugor të shtetit italian, duke respektuar pra normativën 561 të vitit 2006, që është një normativ e përbashkët dhe i përket gjithë shteteve të Bashkimit Evropian. Sepse këto janë raste që ndodhin që shoferëve të ndryshëm, kolegëve të ndryshëm shoferë, i aplikohen gjoba në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe shpesh herë kur këto gjoba kanë një shifër që në radhë parë nuk është e ligjshme, nuk është e drejtë, janë aplikuar këto gjoba në mënyrë të padrejta, por kur këto gjoba pra kanë një shifër të serioze, një shifër të rëndësishëm, shpesh herë kompanitë dhe shoferat që ju është aplikuar kjo gjobë, çfarë bëjnë? E çojnë pra këtë çështje duke i hedhur në gjyq në gjykatën evropiane dhe shpesh herë ashtu siç po shikojmë kohët e fundit, çfarë ndodh që gjykata e Komunitetit Evropian i jep të drejtë shoferëve dhe kompanive duke hedhur poshtë pra këto gjoba që janë aplikuar në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian. Ndërsa në këtë rast, sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme për mendimin tim, në këtë rast gjyqtari i gjykatës së Riminit, pa qenë e nevojshme që kjo kompani të shkonte deri në Komunitetin Evropian, në gjykatën e Komunitetit Evropian, pra vendosi që të mos aplikoj dhe ata anulloj këtë gjobë që është aplikuar pra këtij shoferit të kësaj kompanie që ndodhet në shtetin italian. Dhe një diçka tjetër që është akoma më e rëndësishme është sepse policia rrugore ka shkuar të kontrollojë shpejtësinë mesatare dhe tejkalimin e shpejtësisë të maksimumit të limitit të shpejtësisë për ditë që ka lënë pas. Pra nuk ka qenë për atë ditë që është ndaluar, po kanë shkuar pra të kontrollojnë ditët që shoferi ka lënë pas dhe ka punuar pra në të kaluarën, sepse ashtu siç e dini të gjithë, nëse nuk e dini, pra kemi kaluar nga 28 ditë kontroll në 56 ditë kontroll. Dhe gjëja më kryesore akoma është që gjykatësi i gjykatës së Riminit, të qytetit të Riminit, pra ka theksuar që takigrafi që është instaluar në bordin e mjeteve industriale për transport mallrash dhe personash nuk është një instrument që të jetë në dispozicionin e policisë rrugore dhe që policia rrugore ta përdor këtë instrument ashtu siç pëlqen dhe siç dëshiron policia rrugore, por ky instrument është një instrument që është instaluar vetëm për të kontrolluar që shoferi respekton apo jo orët e udhëtimit, pushimet dhe pauzat që shoferi pra duhet të respektojë gjatë ditës së tij të punës. Prandaj në ato raste që edhe ju mund t'ju aplikohen gjoba gjatë këtyre kontrolleve në shtetin italian, nga policia rrugore në shtetin italian, në qoftë se këto gjoba ju mendoni që janë të padrejta, sepse janë gjoba të padrejta, sepse ka vite që flitet që policia rrugore në shtetin italian në mënyrë të padrejtë shkon, kontrollon shpejtësinë mesatare dhe limitin e shpejtësisë maksimale që duhet të respektojë një mjet industrial gjatë udhëtimit dhe gjatë qarkullimit
në rrugët e ndryshme në territorin e shtetit italian. Prandaj përsërisë një herë, në qoftë se do të ndodheni në situacione të tilla, në qoftë se këto gjoba do të jenë gjoba serioze, në qoftë se kundrejt jush do të aplikohen gjoba për mijëra euro, ajo që duhet dini pra nga data 15 maj e vitit 2025 dhe në të ardhmen, mund të shkoni dhe t'i kontestoni këto gjoba nëpërmjet një avokati në gjykatën e atij qyteti në të cilin pra ju jeni ndaluar ose thjesht ka rezidencën kompania për të cilën punoni ju në ato raste që jeni të punësuar, ose në ato raste pra që mjeti është mjeti është i juaj, pra është në pronësinë tuaj, mund shkoni pra pranë gjykatës ku keni rezidencën tuaj në të cilën pra ju jetoni dhe punoni në shtetin italian, sepse siç e shikoni pra shpesh herë edhe organet e kontrollit abuzojnë në mënyrë të parregullt duke mos respektuar ligjin. Pra shkojnë, aplikojnë kodin rrugor të shtetit italian duke mos respektuar normativën 561 të vitit 2006 dhe normativën 165 të vitit 2014, se çfarë roli ka takigrafi në bordin e mjetit industrial. Pra pse ky takigraf është instaluar në bordin e një mjeti industrial. Pra nuk është instaluar, ja përsërisë një herë në fund të videos, ky takigraf që organet e kontrollit, edhe pse ky takigraf kohët e fundit siç e keni vënë re, që unë kam treguar edhe në video që kam hedhur në faqen Bota e Shoferit, ka funksione të ndryshme, ka funksione të shumta, por megjithatë kur bëhet fjala për kontrollin, pra normativa 561 vitit 2006, ashtu siç parashikon kjo normativ që është një normativ që i përket gjithë shteteve të Bashkimit Evropian, edhe normativa 165 e vitit 2014, për sa i përket përdorimit dhe funksionimit të takigrafit, nuk i jep të drejtë organeve të kontrollit që të abuzojnë me përdorimin e takigrafit digital, sepse takigrafi pra është thjesht një dispozitiv në të cilin mund kontrollohen respektimi i orëve të udhëtimit, të pushimeve dhe të pauzave. Pra vendosa të ndaj me ju këtë video, sidomos e përsëris për gjithë ata kolegë, shofer shqiptar që jetojnë dhe punojnë në shtetin italian, por thjesht edhe në qoftë se jeni duke udhëtuar tranzit me mjetet e juaja në shtetin italian, ose thjesht jeni duke zhvilluar një transport në shtetin italian për një, dy, ose për një ditë ose 2 ditë, ose thjesht për një javë, pra në ato raste që të ndalojnë organet e kontrollit në shtetin italian do të aplikojnë gjoba për sa i përket respektimit të shpejtësisë mesatare dhe mos respektimit të limitit, maksimumit të limitit, dhe këtë gjë ata e verifikojnë nga takigrafi juaj, ju aplikojnë një gjobë, ju keni të drejtë ta kontestoni këtë gjobë. E qartë, nuk desha të zgjatem më, mendoj se është një informacion i dobishëm për këtë abuzim pra që bëhet nga policia rrugore në shtetin italian, megjithatë, pastaj secili prej jush e di më mirë se si duhet veproj, se ja vlen apo nuk ja vlen pra që të kontestoj këto gjoba që mund t'i aplikohen, sepse shpesh herë pra siç e shikoni nga rastet e shumta, këto gjoba shkojnë dhe në mijëra euro. Edhe shumë kompani, edhe shumë biznese, këto gjoba nuk i paguajnë vetë ata. Pra varet nga akordet që ka kompania ose biznesi me shoferin. Tani imagjinoni një shofer që rroga e tij mujore shkon nga 1.800 deri 2.800 euro, i aplikohet një gjobë 1.000, 2.000, 3.000 euro, çfarë do të bëj? Do të shkoj të paguaj këto gjoba që aplikohen kundrejt shoferëve në mënyrë të padrejta? Prandaj pra nëse është rasti juaj, nëse mund t'ju bie rasti që do t'i aplikohen këto gjoba në mënyrë të padrejtë nga organet e policisë rrugore në shtetin italian, ajo që duhet dini është që keni mundësi t'i kontestoni këto gjoba, pra duke çuar këtë raste ose këto çështje në gjykatën e atij vendi, atij qyteti, asaj komune në të cilin pra ju jetoni dhe punoni në shtetin italian. Nuk desha zgjatem më,
si gjithmonë në fund të videove të mia, ju ftoj që të regjistroheni në faqen Bota e Shoferit, nuk jeni detyruar, kjo faqe është falas, ashtu si gjithmonë, unë ju kërkoj që të lini pëlqimin tuaj, të aktivizoni zilën që në të gjitha të rasti të hedh një video të re ju të njoftojni dhe kur keni dëshirë, kur keni kohë të lirë, pra pa u impenjuar, të ndiqni këtë video të re që unë hedh në faqen Bota e Shoferit, duke folur gjithmonë për sa i përket profesionit ton, profesionit të shoferit. Sot është dita shtunë, është darkë, ky moment në cilën unë është mbasditë e vonë, në këtë moment që jam duke regjistruar këtë video, ju uroj një të diel të mbar, t'ja kaloni mirë dhe miru pashim dhe shihemi gjithmonë në faqen Bota e Shoferit, gjithmonë nëse keni dëshirë. T'ja kaloni mirë.